ishte dhe është shkatëro votën e lirë, shkatëro institucionet demokratike dhe korrupsioni në majat e tij sa duhet një qeveri antikorrupsion, jo një ministri. Mënyra rezultative për të mbajtur ishte dhe është sulmo opozitën. Kompromenton mediat, kompromenton ndërkombëtarët. Në këto protest valviten simbolet komuniste, hidhen parulla kundër Partisë Demokratike. Kjo protest duhet të ruhet nga këto fenomene, të mos përfundojë si një lëvizje çartiste. I dashur mik, shqetësimet që t'i ngren janë bazohen në çfaqje të kësaj protestes, por ajo çka unë do t'u këshilloja miqësisht, nuk duhet që gjethet të na pengojnë për të patë trungun. Trungu i kësaj proteste është një vërtet e madhe. Është një regjim i kalbur për të cilin qytetarët shqiptarë nuk ekzistojnë. I dashur mik, përftëroje veten për një moment banor të Zërlecit. Erësh në darkë në shtëpinë tënde dhe zgjohesh në mëngjes dhe gjën gardhin me tela me gjëmba si në kampin më të egër të përqendrimit. A mund ta imagjino, a ka qëllim dhe ky burrec, që është burrec, i kanë dërguar, me njëherë i kanë dërguar gazetarët mesazh, i kanë thënë Zoti Rama, ç'bëhet kjo, si ka mundësi, s'ka kthyer asnjë përgjigje që tani do të laj duart si Pilati, që unë ish çishta ajo, am tha apo jo. Pra, së pari, së dyti, në çdo hap, po të bëj një pyetje ju, a ke gjetur ti në këtë proces qoftë dhe dritaren më minimale të transparencës? Edi Rama gjithçka e ka bazuar në mashtrimin. Së treti, bëj një pyetje Edi Ramës. Edi Rama, çfarë ndeshe ti që çove Agasin dhe Agaqion aty? Thuaj u shqiptarëve sa hektar ka ble Erbys Agasi dhe ti je gjë aksioner në zonën për ngjitur aty e ka. Je gjë aksioner me Erbys Agasi në ato 100 hektar që ka rrëmbyer Erbys Agasi. Je gjë aksioner ti në hektarët e Don Agaqios. E di e ti që kishte një jetim 1 vjeçar edhe për Arubën dhe ndërkombëtar për Arubën. Çfarë pazare u bën në Aruba? Dhe ja u the ti investitorëve strategjik se ka një jetim dhe për një aferë të tmerrshme aty? Tani, sigurisht, qëndron ajo që thoti. Aty, në qoftë se korpusi, pra është një korpus në kuptimin absolut patriotik dhe po lufton për demokraci, gjethe të opozicë të atyre që përpiqen të nxjerrin gështejat në duart e tjerëve që janë të damkosur si marksist-leninist të njohur dhe përpiqen të manipulojnë një protestë të tërë, kthejnë përtasin që s'duhet të jetë politike, atëherë këto janë krejtësisht të pavlerë dhe ne nuk duhet të intimidohemi, përkundazi, demokratët do marrin pjesë dhe do mbështesin çdo protestë të drejtë në Tiranë dhe në mbarë Shqipërinë pa asnjë lloj kompleksi. Po, duhet ta them këtu. Kam kërkuar deputetëve dhe drejtuesve kryesorë të Partisë Demokratike në respekt të deklarimit të protestës si një protestë qytetare që të mos shkojnë aty për të bërë lajme se protesta po tentohet të akaparohet. Forca politike e mbështet kanë kudo në Tiranë dhe në rrethe. Demokratët kanë qenë të pranishëm dhe do jenë pranishëm si qytetar
natyrisht kauza e shpallur e largimit të qeverisë dhe vendimet pasuese janë kauzë që mbështetet, që i ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme Partia Demokratike dhe i mbështet plotësisht. Një pyetje nga Muharrem Kurti, Doktor Berisha ju përshëndes. Jemi pro çdo proteste, po një gjë nuk e kuptoj nga kjo protestë, kur vendoset në peshore të barabartë, pushteti me opozitën. Nuk janë qytetarët ata. Ata janë opozitarët e opozitarëve, s'kan asgjë të përbashkët me qytetarët. Janë thjesht vegla të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut. Mos u merrni me ta, ata janë një qytetar në një nuk kanë asgjë të përbashkët me protestën. Lexoni çfarë janë korpusi kryesor i tyre dhe bashkohuni me ta, sepse e vërteta është që ata po përballen në mënyrën më dinjitoze me një regjim që nuk ka asnjë ditë legjitimitet. Ndaj dhe sugjerimi im është ky. Edi Rama nuk ka legjitimitet. Ai doli nga zgjedhjet të plaçkitura. Ai mbrojti haptas korrupsionin dhe ai mashtroi me problemin e lagunës, e Zvërnecit në mënyrë monstruoze, sikur ta kishte pronë të Kristaq Rams dhe jo një territori tërë me banorët e vet, me qytetarët e vet dhe një pasuri jo vetëm e Shqipërisë, por dhe Europës. Zoti Berisha, dje në Vlorë, Rama akuzoi se u zhdukën dokumentat e tokave përgjatë qeverisjes së Partisë Demokratike, që ishin ruajtur dhe nga regjimi diktatorial. Prandaj jemi në këtë situatë. Unë do desha nëpërmjet jush t'i bëj një pyetje. Po dokumentat e Baba Pilos për 224.000 metra tokë në Vuno, ku i gjeti ky? Beu i madh i Jugut. Faleminderit shumë për pyetjen. Të garantoj se ato 224.000 metra nuk i përkasin kur Spirokolekës së Baba Pilos, vllaut Edi Rams, mamas së ndjerët Edi Rams, të cilët të gjithë dokumentat ishin një familje varfër me 3 dhije një gomar, të regjistruar në regjistrat e shtetit të asaj kohe. Po, ka ekzistuar një Spirokolek tjetër, një burr i shkëlqyer, ministër i qeverisë Sulejman Delvins, që ka udhëhequr luftën e Vlorës me sukses të madh. Dhe ai nuk ka asnjë pretendim, asnjëri prej familjarëve të asaj dege, për kanjonin e GPS. Këta duhen ta vjedhin. Dëgjoni pak, ju lutem. Artan Lame, i cili që është të vërteta ndjes pas nuk flas për të mos, është i ndjerë tani, një gjë e bëri, nuk ja firmosi kur. Nuk ja firmosi Edi Rams, sepse tani thuhet që me Ardit Bidon, nuk e di duhet hetohet, ka falsifikuar dokumenta në arkiv